Unë jam martuar në vitin 1988 me Arieta Hasanagën, e bia e Rozhdia Hasanagës, nga Olqini, i cili ka qenë veterinari i parë në Olqini, ndjeri, se ka vdekra më të pas. Kam lindur në një familje ku prindët e mi kanë qenë, të them, zanatli. Edhe baba dhe gjyshi kanë qenë rojtar berber. Një pjesë të jetës time e kam kalu në dyqanin tonë, bashkë me gjyshin edhe bashkë me babën. Aty shpesh herë kam pas edhe bisedet, në rastin të ndëgjoj bisedet e njerëzve. Ato biseda shpesh herë me kanë ndihmu sepse me kanë hap një horizont si fëmijë ndaj marrëdhënieve të cilit ekzistojnë në Olqen, ndaj popujve, më kanë mundësu komunikimin pak më të lehtë me qytetarët më vonë në punën time. Dhe në familje unë kam djalin, Arbenin, i cili ishte jurist i diplomuar, e që ishte i martuar me Aida Shabanin. Ajo po ashtu të përfundoi juridikun. Të dy janë në punë dhe të dy kryjnë punët e veta. E kam vajzën Norën, e cila ishte martuar. Ajo ka 2 fëmijë, është martuar me Almir Kollarin. Ato jetojnë në Gjermani. Nora ka qenë bursiste e shtetit e Gjermanisë, ka kryer në Marburg të Gjermanisë në fakultetin e mjekësisë.